Zgjidhja e çështjeve të pronësisë, infrastruktura dhe masat për ndotjen e mjedisit kanë qenë disa nga premtimet e kandidatit të majt për Durrësin Vëngjux Dako në një takim me banorët e komunës Rashbull. Trotuare, rrugë, asfalt, mbyllje kanalesh, përmirësim të cilësisë jetës do të ketë nga kudo. Jo më larg se këtu, një që kërkon votën dhe jo ka marrë disa herë votën, ka një ambient atje biznes privat, nderdh mbetjet, nderdh plerat atje dhe krijon shqetësim për gjithë banorët e kësaj zone. Kjo nuk kërkon investim, kjo kërkon vetëm të zbatosh ligjin e shtetit, pa një shtet të së drejtës, pa një shtet fuqishëm, pa një shtet i cili mbron individin kur ka drejt, nuk mundet të ketë zhvillim dhe të ecim përpara. Dhe është e patolerueshme që në vitin 2015 akoma rrugët që të çojnë në për qendrat kryesore të këtyre njësive t'jenë në një gjendje alarmante si që janë në këto komuna. Dako premtoi sheshe me sipërfaqe të vogla për moshat e treta në çdo qendër fshati, ndërsa në muajin shtator do të nisin punimet për ujësjellsin e ri të Durrësit. Për të gjithë bashkinë e re të Durrësit, Dako premtoi investime më shumë se 20 vitet e kaluara të marra së bashku.